Miq dashur, tash jemi në Shesh, pra këtu në Vjenë. Kam dëgju që është një shqiptar, vetëmi që ka leje për me shit akullore këtu në këtë sheshin e Vjenës. Po shkojmë dhe po shohim ç'është po na përgjigjet, apo na jep akullore. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, ju si jeni? Ani mi? Po më vjen mirë që je i vetëmi shqiptar, por i vetëmi, jo vetëm shqiptar këtu në Shesh i cili ka leje për akullore. Çfarë akullore po ma jep sot mi? Çfarë dush? Ai don Digjo ëmbël, ai don me fruta. Me fruta. Me fruta? Pa, do të bëj unë mix mirë. Okej, po pres pra edhe akulloren. Ai don kornet, ai don Kornet. Kornet, po. Po pres akulloren nga Denisi. Dhe tap një me dres. Edhe Okej. një me mango. Okej. Që urno. Faleminderit. Sa duhet të res? Për ti asgjë. Faleminderit shumë. Ishte A mundesh më marr pak Po, si përpara jo? këtu? Si je? me Si ju kalove? si jeni? Faleminderit shumë që na prite këtu sot. Gzova su pas. I thash të gjithë shikuesve të pasion e profesion që kam dëgju që një shqiptar këtu në sheshin e Vjenës, pra shet akullore, Po. por është i vetmi që ka këtë leje. A mundesh E më na vërtet. tregu pak gjithë historinë? Po. Ne këtë filmën se e kina, e ka hapur gjyshim 1970 edhe prej 1985 baba im ka punu të vetë. 14-15 orë në ditë vetë. Edhe bas babës tash punej unë këto, që 9 vite. Që 9 vite. Po. E keni këtë, qysh muj me qujtë në këtë pjesë? Si karot, si Një minivan. minivan. E kemi një minivan këtu, pra ku unë po kombinuam sot me të. Po. A mundë me ime punu me shit Po, akullore? si jo. Nëse ki e vullnet, po. Faleminderit Denis. Përveç kësaj, këti miniveni e keni edhe një restorant tjetër. Po, e keni A edhe mundesh me na një. tregu pak edhe për to? Po, e kina një restoran, kina qenë 50 vite, 16 metri në Becirk, me një okë qëtë Otak nga Shtrase. Tash e 3 vite kina dal me një Italia Shtrase 50. Edhe atine baba ime e prodhon akulloren, edhe me nënën time bashkë. Akullorja është fantastike. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë e mirë. Për gjithë ju shqiptarë që vini e vizitoni Vjenën, mos harroni që në sheshin e Vjenës, pra këtu, mundeni me gjetë akulloren më të mirë në ajerë që e kom provuane. Faleminderit. Shumë e mirë. Faleminderit. Po gjithashtu mundesh me na tregu pak se prodhimin e akullorës e bëni gjithën vetë. Po. Prodhimin e akullores e bon baba im edhe nona im. Baba im është për mua la shtylla e filmës, se ai e ka dhënë kitë tjetër në film, edhe babën e komunës sa 5 punëtor. Do të thonë, pa babën nuk bëhet asgjë. Ai e bën prodhimin, ai kujdeset për atë lokalacionin 6 metrin, ne jena vetëm këtu për parin biciklet. Po, ne Për gjithashtu dhe mendimin tonë është akoma më mirë, akoma më i fuqishëm, apo jo? Po, unë mendon tap maksimumin e filmën tonë. Gjithashtu edhe nona ime maksimumin, ne kita apim maksimumin. E bëjmë gjën me vullnet, Kjo është edhe e kina mali. kvalitetin e mirë, besojmë se kina shumë i kvalitetin, edhe e bëjmë gjë me lumturi. Po. Denis, po qysh ndihesh kur vinë kosovar kështu si na, ose shqiptar dhe i dëgjojnë duke folë shqip? Unë e për e gëzom kur vinë shqiptarët, si do të qoftë pi Kosovë, Maqedonie, pi Shqipërie, unë e gëzom, për e rrugëj shpërbim më të mirë rrugës. Po. Pa më dëshme nga të regu se a keni drejt vetëm këtu në këtë pjesë të sheshit të qëndroni, apo edhe tutje? Ne kina drejt që ndojmë kut kina ne qjetë në Vjenë, ama ne këtu ina shë 50 vite, edhe kitë na njefin me këtë vend, e për atë punë nuk e ndojmë asë njerë vendi. Faleminderit shumë, edhe për Hiq, akullore, zonë shumë pas. shumë suksese, Faleminderit vjen shumë shumë. mirë që gjete Faleminderit. pak kohë me u bashku dhe me u prezentu për shikuesit e pasion e profesion. Faleminderit shumë, faleminderit. E ta shumë për shkojve për numra, pa. Hajde. Hajde.